يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Selavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar, e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman xhamatin të nderuam, kjo është hutubeja e 5 radhë që flasmi për gënjeshtrën ose si e ka trajtuar Islami gënjeshtrën dhe na kanë mbetur disa gjëra pa i thonë, do të i vazhdojna edhe sot, ndoshta mbesin edhe për herave të tjera disa gjëra të tjera. Allahu Azza wa Jall flet për disa njerëz në Kur'an të cilët i thanë Allahu Azza wa Jall: "O Zot, nëse ti neve na sjell pasuri shumë, na kena me dhonë sadak shumë. Nëse ti neve na ban të pasur, na do të investojnë në shumë sene. Si për xhamia, si për diçka për islam, si për naj libër, edhe në përgjithshme thanë, nëse ti neve na jep pasuri, neve o Zot, na kena me dhonë për ty shumë." Allah Azza wa Jall i sprovoi dhe ju dha pasuri atyre. Kur çka me i po? Ata i akthyn shpinën Allahut Azza wa Jall, pra përpiqen me gënjy Allahun Azza wa Jall. Nuk dhanë asgjë për pasurisë e tyre, e pse nuk dhanë asgjë, Allahu Azza wa Jall i përmendi se ata do ta kenë një dënim të dëmshëm pse gënjyen. Pse gënjyen edhe thanë që na kena me dhonë po të kemi pasuri, edhe kur Allahu i dha ata nuk dhatën, atëherë Allahu i përmendi si gënjeshtar dhe si do të kenë dënim të madh kur Allahu tha: "Wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin." Tha Allah Azza wa Jall, disa prej njerëzve janë që i dhan besë Allahut, që ti o Zot nëse neve na jep, na do të dhojna shumë për ty dhe do të jena prej të devotshmeve. Falamma atahum min fadli bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kur Allahu atyre i dha, tash Allahu po përmend, kur Allahu atyre i dha, ata u banën për tas dhe ja kthyn shpinën asaj që i premton Allah, pra gënjyen. Allahu çka tha për ta? Allahu Azza wa Jall për ta tha: "Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawna." Tha Allahu për këtë rand që e banën, i ju hedhi nifak, i ju hedhi dyftërsi, i ju hedhi dyftërsi në zemrat e tyre dhe kjo dyftërsi në zemrat e tyre kam i zgjatë deri në ditën kur ta takojnë Allahun Azza wa Jall, bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Kjo për shkak se ata i premtuan Allahu se diçka kanë me dhona për ty nëse ti na jep, edhe ata u bënën gënjeshtar dhe nuk dhatën asgjë. Apo e vrejni se si Allahu Azza wa Jall si dënim për gënjeshtën çka e banën, që na kena me dhon, po të kemi, kur ata patën s'datën kur gjë, Allahu tha si dënim për këto, kam ja ushtu nifakin në zemrat, dyftësi në zemrat e tyre dhe s'ka me ju hek. Ky lloj nifaku ka me kon deri në ditën kur ta takojnë Allahun, veç pse premtuan edhe e thym premtimin, veç pse premtuan dhe rajten se dhe nuk dhatën asgjë. Allahu Azza wa Jall përmend në vend tjetër ata të cilët gënjejnë, tha: "Yukhadi'un Allah walladhina amanu." Janë disa njerëz tha Allah Azza wa Jall që përpiqen me rajt Allahun. Jemi të fol për ranën gënjeshtën. Tha janë disa njerëz që përpiqen me rajt Allahun dhe me rajt besimtarët. Me rajt Allahun dhe me rajt ata që besojnë.
Thot wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ama ata nuk po dinë se s'janë ka gënjejnë dikant tjetër, vetëm se po e gënjejnë veten e tyre, po s'janë ka ndin këto. Thot fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Këta për shkak që po rrajnë, kanë smundje në zemrat e tyre. Kështu tha Allahu, këta për shkak që po rrajnë, po gënjejnë, kanë smundje në zemrat e tyre dhe na ja vështojnë as smundjen henez më shumë. Ata kanë smundje në zemrat e tyre pse po rrajnë. Vetëm se ta na ja vështojnë as smundjet henez edhe më shumë. Walahum adhabun elimun bima kanu yakdhibun. Edhe ata përveç smundjes që ja vështojnë në zemër, do t'i pret një dënim i dhëmshëm, i madh për shkak të rranës së tyre që ata po bëjnë. Apo e vrejnë se si e qërtoi Allahu Azza wa Jall gënjeshtën? Apo e vrejnë se sa të madhe e bëri këtë gjunah rranën Allahu Azza wa Jall? E përmen Allahu Azza wa Jall në Kur'an vend tjetër thot: "Walladhina yu'duna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Janë disa njerëz dhe ta Allahu Azza wa Jall, të cilët i shqetësojnë muslimanët, besimtarët dhe besimtaret, i shqetësojnë ata, i mundojnë, i shqetësojnë, por dhe ju thojnë se ju keni bërë, për senet çka ata si kanë bërë. Atëherë tha, për këta do të abortin domin, mëkatin e kësoj fjala do të abortin në shpinat e tyre, edhe për ta do të ketë një dënim të dhëmshëm. E përmeni Allahu Azza wa Jall, veç pse ka gënjy dikush, veç pse gënjen, edhe të filoni është kështu, pa konë që ashtu, veç nëse gënjen filoni ka bë këto, pa e bo, qoftë besimtar ai për cilin flitet ose besimtare, tha Allah Azza wa Jall, atëherë ai do të abortë barën e atij gjunohit edhe do të ketë dënim të dhëmshëm kur të dalmi para Allahut Azza wa Jall. Pastaj dietarët islam janë pajtu me një fjalë se me bo njoni me rrejt për një besimtar ose besimtare se ai ka bërë amoralitet. Me bo me rrejt në këtë pikë, me shpith për një besimtar apo besimtare se ai ka bërë amoralitet, janë pajtu dietarët se atë me kon shteti islam që shkërkon ligji i Zotit, atë njeri duhet me marrë udhëheqësia e shtetit, me marrë e mjallon 80 shkopinje. 80 shkopinje, jo shtoga të hëlla, po këtë shtoga si të mira që lën shenja, edhe një 80 mjallon. Janë pajtu dietarët, se kështu do të me vepru veç pse rrejti për një burr ose për një grua se ata kanë bërë dhe kanë bërë. Këtë me pajtimin e dietarëve. Allah Azza wa Jall tha në Kur'an: "Walladhina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum bi 80 jalda." Tha Allahu në Kur'an, kush flet gënjen dhe rran për një burr ose një grua se ai ka bërë dhe ka bërë, pa bërë, edhe pa i pasur 4 dëshmitarë të cilët e kanë po me sytë e tyre ngjarjen, edhe ata dëshmitarë bili me konë sinqert. Nëse s'ka ndodhur kështu, tha Allahu Azza wa Jall, ata duhesh me i rrej, i thot shtetit islam, udhëheqësisë së shtetit islam, duhesh me i rrej me 80 shkopinje, kështu tha Allahu Azza wa Jall. Pra Allah Azza wa Jall jo veç kaq. Po Allahu Azza wa Jall përveç rrahjes e bëri që tha wala taqbalu lahum shahadatan abada. Veç përveç rrahjes, tha atyre njerëzve më nuk i mirët fjala. Me bo me rrajtin këtë pikë, për shkak të rranës krejt. Me bo me rrajtin këtë pikë, se ka bon filone ose filonja, pa bërë dhe pa i post dëshmitarët, do të me u godit me 80 shkopinje e para, dhe e dyta mos të mirët fjala ty. Dhe atë beli e kanë thonë dietarët islam me pajtimin e dietarëve, me bo mës mu pendu për e kësoj shka ke thonë, mu përjet ty nuk të mirët fjala, dhe nuk të zihet bes ty mu përjet. Pse ke bo që këtë ranë? Përjet më nuk, nëse së shpendu personi, mora je pendu për i pendimit, për i qësoj që ke thonë për personi së s'ke pos dëshmitar, apo jo, nëse së shpendu. Aj leta lëshën, rësë të këfërla nuk kem përfyrje, aj leta rritë mjekën e ti sa dush. Jo për fyrë, veç peka dhe kështu. Le të arrit mjekën e ti së dush, edhe pantallonat e ti le t'i shkërtën së dush. Por, fjala e ti më, deri t'ja merë me leku i vdekës t'ja me shpirtin, ati mos i vlen. Aj së dëmoni t'i thët gjykatësit, së dëllet t'i thët gjykatësit, sa pasha zëtin e kumpa. Thët ajeti që ke pas rajt njëherë për dikan dhe dikonën, aje pas pendu, vëlla jes jam pendu, atër fjala jote nuk të mirët, këtu
pa asnjë dyshim në mes edhe asnjë fjalë të dytë në mesin e dietarëve. Kjo than beli jo veç kaç, Allahu azza wa jalla tha laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika 'inda Allahi humul kadhibun. Nëse ata që dëshmojnë thonë për dikan se ka bërë amoralitet, nëse si bin dëshmitarët çka dha fundi këtij ajeti tjetër, tha ata janë gënjeshtarët. Ata tek Allahu janë gënjeshtarët, apo e vrejni se sa e rond është gënjeshtra. Sa që dietarët islam bili kur e kanë trajtuar çështjen, kanë thonë, me bo njoni me rrejt këtu, me rrejt, edhe për nderin e njonit apo të njërës, edhe s'është pendu me konsenzus dietarëve mu ajo është i pabes. Mu ati si miret fjolla kur. Po që nëse njoni ka full dhe është pendu masani, më falni, o gjykatës, më falë se këm gabu, vjen të personi që ka full, më falë, ma ban halal, vëllaj, këm pas full, s'kam pos të drejt, po që këm gabu, ba ma halal. Ati që kanë thonë djetarët? Të retë më dhaj prej djetarëve, kanë thonë që me që u bo fort burimi e ru pendu, si me thejbe Maliki, Imam Maliku, Imam Shafi, Imam Ahmedi, kanë thonë me që u pendu sinqerisht, ta këshirme, është pendu sinqerisht, thënë, oke, tash e të tje, inshallah, po ta pranë në fjallën, ndërsa me dhejbe Hanefi, Ebu Hanifja, edhe ata që kënë ndjek me dhejbe në Hanefi të Irakit, ati që kanë thonë, ti pendohu së dush, ti edhe mu pendu, veç pse ke folë që ashtu kur mu ty fjalla në të mirët, veç pse ke rajtë. Apo e vrejni se sa e shëmtuar është rana në islam. Kena shumë për të folur për rënën. E lusmi Allahun azza wa jall na fort në mëshën. E lusmi Allahun azza wa jall që me të sinqertet atë janë xhenet në ata kanë. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum.